Jeni kurios të dini se si bëhen dasmat e ciganëve në Spanjë? Bëuni gati dhe dëgjojeni. Kjo zonjë thot: vajzës sime i erdhi ora dhe është ashtu siç e ka bërë nëna. Kjo është vjehra, e cila e kontrolloi. Po, është në rregull. Dhe kjo është gjyshja, e pa që të mos kishim bërë ndonjë marifet. Ndërsa kjo është gjyshja e dhëndrit dhe e kontrolloi mirë e mirë. Po, është e paprekur. Është shumë mirë. Atëherë Zoti e bekoft martesën e saj. Kurse nëna e kësaj të miture thot: kjo është një princeshe mrekullueshme. Është shumë e bukur. Trupi i saj është si i ëngjëllit dhe i paprekur. Dhe tani erdhi momenti që nëna e saj, që e solli në botë, ta përcjell. Unë pra jam ajo që do ta çoj në duart e burrit. Martesa cigane në këto zona janë si një shfaqje teatrale, ku çdo gjë ndjet një skenar me tradita të lashta dhe të pamodifikuara. Emocionet që shoqërojnë ceremonitë janë të një force të pabesueshme, dhe për ne, këto martesa janë të paimagjinueshme. Dhe tani po ju tregoj pse. Është për të nëndizuar se në martesat e ciganëve, pika kryesore është virgjëria. Ende sot jo vetëm që luftohet për të, por konsiderohet si një triumf, jo vetëm i vajzës, por edhe i familjarëve. Sepse nëse kombinohet virgjëria me bukurinë, prindrit fitojnë, pasi vajza do të martohet me një të pasur, dhe këta, kur lidhen me familjen, i japin ndihmë njëri tjetrit. Pra, ndonse mes të rinjve ka edhe dashuri, ajo përzihet me marrëveshjet familjare, ndërsa dhëndurët të kujtojnë një epokë kalorëshish në shekuj. Për ne qenjes, paraqitja dhe shfaqja në përdasma, fustanet e nuseve transformohen në diçka që se kemi parë kurrë, dhe kur puqet nusja me dhëndrin, çdo gjë shndrohet në një red carpet të një bote tjetër. Pothuajse 90% e nuseve kërkojnë të ngjajnë princeshave të filmave, madje disa mbulohen edhe me flori të vërtet, të tjera me kurora jashtëzakonisht kushtueshme. Por gjëja më e habitshme janë ritualet, që të lënë pa fjalë. Për shembull, dhëndri duhet të tregojë forcën dhe bujarinë e tij, ndërsa nusja përballet me sprova që sot mund na duken shumë të çuditshme, si për shembull rrëmbimi simbolik i nuses, që është një lloj romantik, një provë që në disa raste kthehet në diçka shumë serioze. Fjala e të moshuarve është ligj në familjen cigane. Çdo familje dhe çdo dhëndër paguan prik, pra një çmim për nusen, në shenjë respekti, dhe kjo shpesh varet nga pasuria që kanë. Në përdasma, ciganët bekojnë bukën, dhe mes sazeve të pafundme, dasma mund zgjasë edhe 7 ditë. Mikpritja për ciganët është e shenjtë. Mysafirët duhet të flenë në shtëpi gjatë dasmës, dhe nëse nuk ka vend, flenë në dysheme. Natën e parë dhëndri bën provën e shamis, e cila tregon se nusja është e virgjër. E dini se për çfarë kam fjalën. Pra, tregohet çarçafi gjagosur. Është e çuditshme që shumë nga këto zakone përputhen me traditat lashta shqiptare. Ndaj do t'ju pyesja, cila nga këto zakone, apo të tjera të pampërmendura, vazhdojnë të praktikohen në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Maltëzi? Mund të më thoni?